Lufta e Irakut synoi të sillte paqen në lindjen e mesme. Sot ajo mund të kuptohet si fillimi i një serie të pafund ndërhyrjesh të përgjakshme perëndimore ose të mbështetura nga perëndimi, nga Libani te provinca Helmand në Afganistan, te Libia, Jemeni dhe Gaza dhe tani Irani. Sipas Osborne, lufta në Sudan, ku perëndimi refuzon të kritikojë aleatin e tij të preferuar, Emiratet e Bashkuara Arabe, për mbështetjen e forcave të mbështetjes së shpejtë, gjithashtu mund të futet në këtë kategori. Të gjitha janë katastrofike, e disa gjenocidale. Të gjitha të formësuara nga një analizë thelbësisht raciste, ku jetët e njerëzve me ngjyrë vlerësohen shumë më pak se jetët e perëndimorëve, shkruan Osborne. Secila nga këto luftra ka karakteristikat e veta, por në një kontekst më të gjerë mund të shihen si një luftë kolektive zhvilluar nga SBA dhe aleatët e saj kundër kujdo që refuzon dominimin e tyre. Sulmi Trump-Netanyahu ndaj Iranit, ashtu si pushtimi Bush-Blair ndaj Irakut, konsiderohet një luftë agresioni. Meqenëse sulmi ndaj Iranit nuk u autorizua nga Kombet e Bashkuara dhe Irani nuk përbënte një kërcënim të menjëhershëm, SBA dhe Izraeli kanë kryer së bashku atë që në të drejtën ndërkombëtare konsiderohet akt agresioni. Ky u përkufizua në gjyqjet e Nurembergut si krimi më i lartë ndërkombëtar që dallon nga krimet e tjera të luftës vetëm në faktin se përmban brenda vetes gjithë të keqen e grumbulluar.